Mirëmbrëma të dashur priveista, mirë se po takohemi sërish bashk, edhe këtë shtunë, si çdo javë tjetër, e di që mezi keni pritë vjen kjo prive, për të shpalosur bashk materialet të cilat i keni përgatitur enkas për ju, për ata të cilët ju i adhuroni dhe mezi prisni të dëgjoni ndonjë risi nga fytyrat publike apo artistët tanë. Mbrëmjen e sonte nisim me një vajzë e cila është vetëm 19 vjeçare. Ajo erdhi enkas në Prishtinë për të realizuar një intervistë vetëm për juve, do të thonë vetëm për emisionin prive, për na shpalosur më shumë detaje rreth saj. E kemi dëgjuar me një zë të fortë dhe të pastër, e cila na rikujtoi edhe një herë super këngën nga Dafina dhe Chaos. Është kjo Arta Hajra, e cila arriti të grumbulloj shumë klikime në kanalin e saj në YouTube me coverin e kësaj kënge. Si hyri ajo muzikës? Çfarë ka dëshirë të bëj muajt në vazhdim? Dhe cilën këngë tjetër do na e sjell në një version të saj personal. I ndjekim bashk të gjitha që kanë të bëjnë me këngëtarën e cila pretendon shumë. Arta Hajra në vazhdim vetëm për ju. Sa herë që bo mund telefone, e ti që jeti, e di unë Ajo është nga Mitrovica, por erdhi enkas në Prishtinë nga Suedia për të qenë sa më pranë natyres që vetë sa kanë filluar të adhurojnë zërin e saj. E gjitha nisi nga një video në formë të coverit të këngës Na të Dafinës dhe Chaos, të publikuar në kanalin e saj në YouTube, i cili u bë lajm për herë të parë në portalin prive.al. Por që do të bëhej e kërkuar, as nuk ja kishte pritur mendja. Por një kohë shumë të shkurtër arriti të fitoj popularitetin ndërshqiptar, duke filluar nga mënyrat kënduarit, zëri fort dhe zhanrin në cilin ajo e solli këngën Na. Arta vërehet qartë se është të dashuruar në muzikë. Vin nga një familje që merren me muzikë, kështu që unë jam lind e rrit në një familje ku tankojnë muzika o ka numër 1. Me mendu s'ko me nuk kur me hi, shme thonë këtë stradë, po thjesht rruga më ka përcjellë që kënej, se nuk kom pas do një plan, edhe me coverja kom fillu si për hajgare. Jo me naj mendim po du më baj famshme, po thjesht kisha studime shumë, ka fundi Anisa më lodhë, edhe e gjesha vetën qetë veç të muzika. E që ashtu t'ja Anisa, e me kitë coverën e tretë, pata sukses. Kemi hasur shumë e shumë herë të dëgjojmë këngë të realizuara nga njerëz të shumët, por rrallë herë ndryshim stili, e ritmi e vetmja që mbeti nga originaliteti është teksti Dafinës dhe i Lumit. Kënga Dafinës ka qenë krejt spontane, e pata ndëgju motra e pati shu këngën, edhe unë përqej mas pari energjia e këngës. Veç kur ardhë pjesa e Dafinës, sa herë që unë banë më telefone, bash aja melodi, diqysh unë hini në zemër, në një farë mënyre, edhe me njëherë jo mullë të pianja, i kom zira akordet, edhe fillova me improvizu, edhe që ashtu t'ja Nisa ndërtova këngën tem, verzionin tem, edhe s'di vetë unë ka ardhë, asë se kom ba në plan, asë kur gjo. Kështu që për një dit, krejta din këngën e, shme thonë, e kom ba në atë verzion. Është bërë në kohëve të fundit që këngëtarët postojnë në rrjetet e tyre sociale këngët e kënduara nga njerëz anë mban botës, në formë më të thjeshtë, me një ripost. Por coveri i Artës nuk u bë asnjëherë sherr nga Dafina, Lumi apo Vigani. Shpresoj që ata nuk e kanë marrë, adem si unë ba nervoza e kanë marrë si keq, se thjesht veç kom pas qef me ba ndryshe. Arta muzikën ka zgjedhur si diçka që i bëron nga shpirti, për këtë arsye ajo në këngën e fundit ka sjellur pikërisht stilin e muzikës që ajo e ndjen më së shumti, pop, R&B dhe folk. Është shumë vështirë me gjetë stilin tënd, se fillimisht ja kom nis me pop, R&B, tani mami kënan ma shumë folk, kësi në përdasma, jom inspiru shumë prej mamit, edhe s'di, ja nisi këngë. Folk, pop, pak ndryshe, po kam qef mi përzi, se qaja është arta. Arriti të kap atë që deshin në një formë ose tjetrën, por ta mbaj duhet punë e vazhdueshme dhe koncentrim maksimal nga ana e saj dhe njerëzit që ka rreth vetës. Projekte të radhës nga po e njëjta rrymë nuk do të mungojnë. Kur e krijon një stan tonin të ri, atëherë nuk menon qysh,
po thjesht veç vjen vetë. Tash edhe kom fillu me një projekt të ri. S'pari kom menu qysh me ba, qysh mja fillu, edhe vendosa Milan ato mendime, thjesht ka ton vjen, që ata kom inqizu, kom i ra pianus qysh ton vjen, edhe po del mas mirë të kërë është spontane. Fama është diçka që fitohet dhe në shumë raste, po nuk mund ta menaxhosh si duhet, të rëmben dhe të humbet në botën e saj me dalje të errta. Këngëtare Saba i ka hyrë kësaj rruge. Fansat të shumë kanë hapur akaunte me termin fan, komente të shumta dhe mbështetje maksimale për të. Kjo ndjenjë nuk mundet më përshkru. Është një ndjenjë shumë e mirë, një befasi që se pret njeri, sidomos se kom prit. Kom pas adrenalin shumë, si gjithë që ka ndodhë shumë shpejt, nuk kom mujt me flajt, boks kom mujt me hangër, edhe risha vonë, të munu mja u këthy si cilit mesazhin. Fillimisht u kanë gzim, ta një nisi si ngarkesi, nuk arrisha mja këthy krejtve, unë isha shumë keq, se dojsha mi u falenderu gjithve, si shumë komentet e tyre shumë më bëjshë më ndi më mirë mbështetja, po nuk arrisha, janisa më ndi pak si keq, tani e qela një fejmë, pejgja atë po munona si cilin me përfshi me një fjallë, mi u falenderu krejtve. Ndër këngëtarët e preferuar nga Arta është Elvana Gjata, me cilën do të kishte dëshirë të realizonte edhe një duet, mbase në një të ardhme të afërt edhe ka mundësi. Elvana është ka qef pak si thjesht, si për shembull kënga Love Me, u kanë tamam stil Arta, e diçka ngjashme si çaja kisha pas qef. Përveç coverit të këngës Na, i cili u pëlqye temase dhe riktheu edhe një herë në kujtesë këtë këngë, Arta sapo ka realizuar edhe versionin e saj të këngës Sa të kom dasht nga Nora i Strefi. Është në atë stilin që mundesh me vallëzu, edhe janë pak tarabuka, kështu që është energji, ku mush këngën tamam shtet që kam qef one. Vokalin du me ba pak si edhe ata në stilin folk. Oferta për menaxhem erdhe nga shumë kompani që merren me artista pikërisht në Kosovë. Dëshira e publikut për ta parë duke kënduar në ndonjë ndaj të caktuar, superhiti në formë të saj po vazhdon të shohet. E të gjitha këto, kur kompletohen, i bie që një yll i ri po lind. E ajo padyshim që do të jetë Arta Hajra.